e quan organizat kriminale, që rëmbejnë bashkë me zvëndës drejtorin e policisë shtetit, rëmbejnë njerëz miletin në mes të rrugës. Jo, biznesmen, konkurent. I rëmbejnë në mes të rrugës. Ku dosjet e përgjimeve të regojnë për të tenderin e ka kërkuar, do da marri kjo biznesmeni se e ka kërkuar Rama. Ani, a ka kuptim që kjo qeveri o Iliazaj të vazhdoj më kështu? Të qëndroj? Ne duhet i kërkojmë pak llogarit dhe qeverisne. Unë po them tjetër gjë, ju nuk po kuptoni. Unë po them tjetër gjë. Unë po them këtë që kjo strukturë e cila po nxjerr në pa korupcionin e kësaj qeverie, dakord, konsiderohet nga opozita shqiptare si spaku dhe vegël e partisë në pushtet. Ti je dakord me këtë, me gjithë këto skandale që po nxjerr kjo strukturë? Ore shikoj, një opozitë varet te besueshmëria dhe te koherenca e saj politike dhe strategjia e saj politike që ka. Po patjetër që Partia Demokratike sepse bëhet e pa besueshme. Ti nuk mund ta gjuhësh sepse me të drejtë, pushteti thot, edhe Rama këtë thot më. Spaku po e kalon cakun, por hyn në pushtetin tim, erdhën ata çunat me patllake, edhe i këtë sulm po i bën. Pra këtu ka vetëm një koherencë në këtë moment që po flasim. Spaku. Është sulmi që klasa politike shqiptare i bën kësaj strukture. Bashkarisht po. Po patjetër bashkarisht, pse si? Ka një ndërhyrje. Kjo është koherenca vetëm në këtë histori. Po. Po e shtoj ndryshe pyetjen. Më thoni një jetim kryesisht në Spaku. Po e thaj. Se kemi diskutuar. Tani në lidhje me këtë që aferën e incineratorëve ta ka zbardhur Partia Kam një pyetje të drejtë për drejtë, edhe për ju dhe për zotin Gjini. Me këto hetimet e fundit që kanë ndodhur. Cilat hetime? Ja, tani që jetoni këtu ju tani apo jo incinerator. Vjen keq tash. Tani fillon nga aja. Po të bëj pyetjen. Më fal, ndjes. Pra, me hetimet e fundit, me arrestin që shtëpia që kërkojnë për drejtor, që ka shpallur grup të strukturuar kriminal Action. Me kërkimin për arrest për zvendës kryeministren dhe njeriu më të pushtetshëm pas Edi Ramës në Shqipëri. Ju akoma vazhdoni dyshoni që kjo strukturë është vegël e qeverisë? Po. A, mirë, unë këtu e mbyll debatin. Nuk është dyshim. Nuk ka dyshim. S'kam çfarë di, e kupton el, çfarë diskutoj në A mund të më thoni që pas këtyre aferave qëndron Belinda apo qëndron Edi Rama? Kush është? Po ku e diti që s'do shkojnë te Edi Rama ata? Po të shkoj pra, që të themi që kështu thoshin dhe më përpara ju. Ju e njihni si funksionon drejtësia. Shkojnë njerëzit që s'janë në detyrë, pastaj kur vajtin në detyrë, po shiko se këtë, pastaj kur vajti atje. Çfarë po ndodh me incineratorën? E di çfarë? Ore kam një pyetje. Ku e dini që s'do shkojnë te kryeministri Shqiptar? Po jo, më do shkojë, e dim sigurt që do shkojë. Do shkojë. Po siç e ka vegël e këtyre pra se çmenduri logjike tani. Presioni dhe niveli i korrupsionit në nivelet më galopante që edhe një shok ku pyet diktatori për korrupsionin, jeni në vete ju, domethënë drejtësia që ka krijuar ai vet, por rrezon diktatorin thonë ju. Po më se edhe Rumani drejtësia që krijuan vetë rumunet dhe ylli e din shumë mirë, arrestoi 3 kryeministra atje. Po ju tezën time më thoni ju. Po jo, s'është teza kundërshtoj atë që po kundërshtoj atë që ju retorikën është vetëm presioni i opozitës, është edhe presioni ndërkombëtar. Janë mediat e huaja, janë gjithçka. Më fal vetëm një minutë të kërkoj ndjes. Tani, mrena Spakut ka prokuror të cilët po bëjnë një punë me të vërtetë voluminoze. Unë nuk thash që Spaku është organizatë kriminale. Dhe këtë duhet ta evitojmë. Ja, një minutë. O zotri. Tani, e dyta dhe doktor Berisha edhe në lidhje me zotin Premçi tha që me gjithë presionin e jashtëzakonshëm familjar që është bërë dhe ti ke sot prokuror të Spakut që janë marrë edhe fëmijë peng në Gjermani dhe në vende të tjera. Dhe po jeni në kontradiksion me retorikën tuaj, more, e kuptoni apo jo çfarë po thoni? Po tani, problemi është shumë i thjeshtë. Si është problemi? Unë them që nuk ka krizë më të madhe për këtë qeveri, kur një drejtori, siç është Akshi, në varësi të kryeministrit. Krizë që ja ka shkaktuar vegla e saj. Po ta mbaroj më zotri. Që është në varësi të kryeministrit është shpall grupi strukturuar kriminal. Të shkoj deri këtu në këto lloj nivele, ai duhet të jap dorëheqjen, do të kishte hip me kohë. Por këta e tha shumë mirë, ose të marrin biznesmen në ndihmën e drejtorit të përgjithshëm të policisë dhe të drejtorit të Tiranës të marrin biznesmen për konkurrencë për tendra të cilët janë sot dhe dihet se ku shkojnë. Manjan. Është kopshi privat. Atëre, unë vazhdoj të insistoj tek logjika ime për hir të koherencës që
ndërtimi i një kauze publike me të dhëna të prokurorisë, e cila është vetëm njëra palë, për më tepër që ka dyshime serioze që kjo palë motivohet nga çështje jo strikt ligjore, por ka ndërhyrë në politikë. Fjala vjen publikimi këtyre gjërave është ndërhyrë në jetën politike, se për çfarë bën ata? Po Dakor? bëjnë politikë, thua ti, duke Patjetër që po, mo. Po zëvendësojnë opozitën, bile, jam dakord me Iliazën. Patjetër që po, mo. Jo, unë s'tash po zëvendësoj. Jo, mirë, po e E vazhdoj. thash unë, e bëra unë si deduksion. Kjo është një, domethënë, tani të ngresh kauzë publike me këtë, pa dëgjuar anën tjetër, kjo është super skandal. Vazhdojmë e bëjmë të njëjtin gabim, Thjesht nuk e dim nëse këtë e bën Spaku apo ka Vazhdojmë ta bëjmë të njëjtin gabim, sepse pjesë të tjera që që fjala grupi strukturar kriminal është fjala më abuzive sot në drejtësi. Ju s'doni ta dëgjoni këtë, po është abuzive. Kështu e ka quajtur Po pra. e quan në dosjen e Spaku, por Akshit. duhet presim çfarë do quaj gjykata. Dakor. E thot dhe vetë Spaku në fund të duhet çdo presim njoftimi. për atë drejtë që e mori, se kjo është e Prezumohet i drejta. pafajshëm Kjo është e drejta, e deri në kupton? fund të hetimit, Kjo është situata. të gjykimit. Tani vim te këto dy me që më hapet muhabetin e Akshit. Unë i njoh ata të dy ato zotrit, edhe Ergysa Gasin, edhe këtë Ermal Beqiri, që nga kohë e LSI-s, kanë qenë kontribues Po, ka qenë në drejtor. LSI ata. Çunat mirë, unë i njoh për njerëz normal qytetar dhe nuk di të jenë gangster. Natko. Po, nuk i njoh, edhe në këtë kohë nuk i njoh për gangster. Nuk i njoh, nëse kanë bërë të turpkin, meriton burg. Nëse vërtet kanë pas akte gangsterash. Po nuk besoj sepse unë e marr me dyshim atë. Pse e marr me dyshim? Sepse një njeri i cili e ka të sigurt të rendrin pse duhet Dëgjoj. ta bëj këtë gjë. Mirë, me dyshim tani se edhe prokurori me dyshim flet. Jo. Jo, po, pra po. Po flas për dosjen, nuk po flas për dosjen, po e di çfarë problemi ka Manjan? Jetojmë në një vend shumë të vogël Manjan, ku për fat të mirë ose për fat të keq, Po si ka mundësi më që që të ndërpresin vetëm ty. Po ndërprit vetëm mua, unë po t'jap logjikën tjetër në drejtë që e mori tani, po doroni pra. Nëse doni të jeni të drejtë, përpiqeni të dëgjoni edhe anën tjetër. Unë nuk marr përsipër ta bëj anën tjetër. Po përpiqem të hedh një injeksion, një përshtypje time personale, nuk e di çka ka dosja. Pra po ju them, nëse e kanë bërë atë gangsterllëk, në burg shkohet, pas më të voglin diskutim. Patjetër që po. Po ka edhe një logjik kjo gjë. Që jo gjithmonë lidhen me çerek fakte që ja kanë dhënë çerek media, me çerek portali, apo me çerek me, ku diun, çfarë them unë ty, emisione televiziv për të krijuar një fabull. Nuk është e drejtë deri që e mori. Nuk është e drejtë. Këtë po përpiqem të them. Dhe gjyqi popullor me të dhënat e Spakut është fiks gjyqi Arjani Çelës. Po pse nëse dim Tani, ka fakte apo jo? me të Spakut, pra me të Spakut. Jo edhe Jemi njerëz se duke di folur bëjmë me çfarë çerek thot Spaku. faktin, ne nuk e dim. Se Eksakt, dosi di pra, kanë ata. Për më tepër që nuk e dim, akoma për më tepër që nuk e dim. Pra domethënë Ata dyshimi mund është. të kenë dhe fakte, pra mund të jetë dhe njëra dhe tjetra. Eksakt, po ama dyshimi është. Dhe ne mund ndërtojmë kaos publik, politik, fajsojmë njerëz, drejtojmë gishtin, hajni, ne po ngrim deduksione, po prezumimi pafajësisë është për secilin prej atyre. Po, përveç kësaj, edhe Belindës, edhe Kaçanajt, edhe Ergysa Gasit, edhe gjithçka tjetër. Për hir të fakteve, edhe atë që thot Spaku, në asnjëherë në këtë rast nuk flet as për korrupsion, as për vjedhje. Flet për rrëmbime njerëzish tani o Manjan tani. Po, për rrëmbime në njerëz është gangsterllëk. Unë nuk e di çka kopsitur Spaku atje në atë. Po atë kur se di pse flet. Jo, një minutë. Unë nuk e di si e njeh ti këta emrat që përmende. Ti shpjegova Unë njoh ndryshe për shemb. Po në rregull, atë thuaj si shqiptarët se jetojmë në një vend shumë shumë vogël. Po ne kemi një komunikim zyrtar të institucionit tani që thotë dyshohet për rrëmbim për të gjithë. Për të mirë apo për të keq. Po mirë, pra dyshohet me komunikimin zyrtar të Po nëse ja ka dalë, atë që gjithë dim, si ka mundësi derisa të ketë një vendim formës së prerë dyshohet. Se vë njëri diskutim absolutisht. Se vë njëri shkoj pak te Belinda Balluku. Po flasim për një dyshim. Ka edhe një dyshim tjetër. Ka gjithmonë një dyshim tjetër. Gjithmonë ka një. A ka edhe dyshim? A mbyllim këtu tani këtë muhabet? Po. Edhe ta lëm kur dalin, marrin vesh në gjë më shumë, ta diskutojmë.